Gjykata kushtetuese e Kosovës vendosi që të anullojë dekretin e presidencës së Kosovës lidhur me zgjedhjet parlamentare. Për të folur mbi këtë vendim gjykatës kushtetuese, si dhe me një luftë që ka filluar së fundmi mes Vjosa Osmani dhe Albin Kurtit, kam të ftuar në një lidhje direkte profesorin Selatin Ertkoceri, njohës shumë i mirë i politikës në Kosovë. Profesor, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit për ftesën. Profesor, si e pat vendimin e gjykatës kushtetuese? Të pritur, personalisht e kom pritë se do t'jetë një vendim i tillë, do t'ketë një mos të përkohshme, sepse presidentja mendoj se është ngut me dekretin presidencial për të shpërndarë kuvendin, andaj gjykata kushtetuese nuk ka pas se çka të bëj tjetër përpos që për një kohë të caktuar derisa ta nxjerrë vendimin definitiv të ketë mos të përkohshme edhe atë për 21 ditë 3 javë, prej 9 marsit deri me 31 mars, në mënyrë që ata të kenë kohë që vendimin kur ta binë të jetë vendim i plot fuqishëm edhe obligativ për të gjitha palët. Andaj themi se gjykata kushtetuese mirë ka bërë që ka dalë shpejt për të mos lejuar që pozita dhe opozita të kenë sharje, fyrje nëpërmjet rrjeteve sociale apo direkt në kuvend, kështu që kuvendi vazhdon të jetë legal, legjitim, derisa nuk ka të drejtë të mbajë takime, presidentja vazhdon punën e vet në zyrën e vet deri në mandat kur t'i del mandati, edhe atë sigurisht do t'i mbeten vetëm edhe 4 ditë në momentin kur do të del gjykata kushtetuese me vendim, dhe me këtë urojmë që gjykata të del me vendim meritor, edhe besojmë shumë, sepse shpesh i ka ra gjykatës kushtetuese dhe janë njerëzit më kompetent që do ta marrin vendimin konform ligjit, kushtetutës në fuqi, dhe si i tillë ai vendim duhet ju konvenoj apo ta pranojnë të gjitha subjektet të cilat janë palë në këtë rast të ankimimit. Është ankuar lëvizja vetëvendosje apo kryetaria e kuvendit, në dekretin presidencial ka reaguar gjykata kushtetuese dhe mirë ka bërë që e ka pru masën e përkohshme, sepse tani duhet të shqyrtohen dy nenet 82 dhe neni 86 i Kushtetutës Republikës Kosovës, ku njëri neni 82 ka të bëjë me shpërndarjen e kuvendit, derisa neni 86 ka të bëjë me zgjedhjen e presidentit. Në këtë rast, zonja presidente ka përdorur nenin 86, që besoj edhe jam i bindur që nuk është dashur të tejkalohet neni 82, spaku të shiqohet çështja me atë 60 ditëshin në procedurë të zgjedhjes së presidentes. Në këtë rast, nëse gjykata kushtetuese e bjen vendimin, jo nëse, po jam i bindur që do ta bjen vendimin, atëherë do të jemi në ditën e 59 të rrjedhjes së ligjit apo 60 ditëshit, sepse thuhet se 60 ditë më herët duhet të fillojnë procedurat për mu zbatu neni 82, atëherë nëse i llogarisim 60 ditë deri me datën 31 mars kur e ka caktu për me dalë vendimi apo mosën e përkohshme, do t'i kemi 59 ditë edhe një ditë dhe në mënyrë automatike vendit do të shkojë në zgjedhjet e jashtëzakonshme, sepse është konsumuar 60 ditëshi. Derisa presidentja ka shfrytzuar nenin 86 pikën 6 ku thot dohet, pikën 2 në vërtet, pikën 2 ku thot dohet të shpërndahet kuvendi. Dohet të shpërndahet kuvendi vërtet kur gjithë në ligj, kur thuhet dohet, atëherë është obligativ. Por në këtë rast duhet shpërndahet kuvendi në mënyrë automatike.
nuk kena rrit kushtet paraprake për mu shpërndo dhe neni 26 nuk i jep të drejt presidentes për të bërë dekretin e vetë presidencial dhe nuk e ka pas të drejt të shpërndoj kuvendit. Presim, unë personalisht pres një vendim meritor të gjykatës kushtetuse dhe vendit do të shkojnë në zgjedhje brenda 45 ditësh. Rasti tjetër, nëse nuk e merr këtë vendim dhe nuk e çon kushtetusja vendin në zgjedhje, atëherë do të kemi edhe një krizë tjetër të re, së paku edhe 6 muaj ne nuk do të shkojmë në zgjedhje, sepse do ta merr mandatin e ushtruesës detyrës zonja Albulena Haxhiu dhe e dim zonja Albulena Haxhiu është një vegël e Albin Kurtit dhe ashtu si te komandant te urdhëron zoti Kurti në atë formë do të veproj edhe do të shkojmë edhe 6 muaj në krizë derisa nuk patjetër apo pas 6 muajve nëse nuk kemi presidente në mënyrë automatike shkohet në zgjedhje. Profesor, kemi patur akuza të forta mes Albin Kurtit dhe Vjosa Osmanit. Kujtoj këtu një intervistë të mbrëmshme të zonjës Osmanit te gazetarit Qimpega. Si vlerësoni këtë konflikt të ri mes zonjës Kurti dhe Vjosa Osmanit dhe kush mendoni se cila palë ka më shumë të drejtë në raport me palën tjetër? Konflikti ka fillu ka herë, dikon në shtator të vitit 2024, kur zonja presidente i është drejtuar kuvendit Republikës, dhe atëherë e kishte pas një fjalim, mund të them, historik për atë kohë, sepse kishte akuzuar zotin Kurti se ka vënë në bigjoz dhe po luan me interesat e Republikës. Dhe nga ai moment, zoti Kurti veç ka fillu në një farë mënyre t'i hakmerët dhe gjithmonë ku ka pasur mundësi dhe rast, i është hakmarrë. Kemi pas disa vizita të zonjës Osmani në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku pas ka shkuar edhe zoti Kurti, por derisa zonja Osmani ka takuar personalitete nga administrata Trump edhe personalitete të shquara, zoti Kurti është shëtitur me takses në për rrugë edhe ka takuar lobist edhe biznismen shqiptar dhe me qëndrimet e tij 2-3 javore në Amerikë nuk ka arritur të takoj asnjë personalitet të rëndësishëm të Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe me këtë ka filluar dyshimi i madh i zotit Kurti se zonja Vjosa Osmani po ndikon marrëdhëniet e tij me Trumpin edhe me administratën amerikane, se gjëja kjo një lloj po bën një lloj spionazhi dhe i ka larguar marrëdhëniet e Kurtit me SBA. Në fakt nuk është e vërtetë, sepse Kurti asnjëherë nuk ka pas marrëdhënie të mira dhe ato i ka dëshmuar edhe vet ai në fjalime të ndryshme, në intervista të ndryshme e ka pranuar apo ka deklaruar se Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk janë miku jonë më i mirë, edhe na nuk jemi bish më të mirë të Shtetet Bashkuara të Amerikës, kështu që ai s'ka nevojë fare ta fajsoj se i gjithë populli shqiptar në Kosovë din shumë mirë që Kurti nuk është adhurues, edhe nuk ka kriju marrëdhënie, i ka marrëdhënie të jashtëzakonisht të këqija me administratën e Shtetit Bashkuara të Amerikës. Ky konflikt ka tentuar të përmirësohet me rastin e caktimit të zgjedhjeve të parakohshme dhe kur zonja Vjosa Osmani në takim me gjitha subjektet politike, ku të gjitha kanë kërkuar që data zgjedhjeve të jetë para 28 dhjetorit ose pas 28 dhjetorit, derisa Kurti ka kërkuar që zgjedhjet të jenë mu me 28 dhjetor dhe zonja Vjosa Osmani e pranoi edhe vet mbrëm të Qimpeka se ajo ka caktu datën e zgjedhjeve konform dëshirës së zotit Kurti.
e pranoj edhe gjëra të tjera të cilat i ka bërë për hatër të zotit Kurti dhe ajo është e befasuar se si e tralltoi brenda një kohe të shkurtër, kur para zgjedhjeve të 28 dhjetorit i kishte premtuar se ti do t'jesh kandidatja e vetme e lëvizjes vetëvendosje për presidente dhe erdhi momenti, koha që zoti Kurti dilte në intervista të ndryshme dhe thoshte se ne do ta propozonim zonjën Vjosa Osmani për presidente, por ajo nuk i ka votat me LDK-n, sepse 4-5 bënte analiza të deputetëve të Lidhjes Demokratike, pa i pyet fare Lidhjen Demokratike edhe pa e pyet fare Aleancën për Arbërinë e Kosovës, sepse ka pasur shumë mundësi që Partia Demokratike e Kosovës të mos ja jep votat vërtet, ose të mos qëndrojnë sallë gjatë votimit për president, por sigurisht Lidhja Demokratike e Kosovës, përkundër që 3 deri në 5 deputet të saj edhe mund të mos e votonin, por disa herë apo spaku një herë zoti Ramush Haradinaj ka deklaruar se ai do t'i jep votën zonjës Vjosa Osmani për shkak të mos krijuar kriza siç po bën zoti Kurti në këtë rast. Domethënë, zoti Kurti nuk ka dashur ta kandidoj zonjën Vjosa Osmani dhe tani më marrëdhëniet janë jashtëzakonisht të këqija në mes këtyre dy liderëve të cilët e kanë udhëheq vendin për më shumë se 5 vite. Tani, në takimin e fundit që e kam pas në zyren e presidentes, zonjës Vjosa Osmani është kërkuar të heqë dorë nga kandidatura për presidente dhe të marrë Ministrinë e Arsimit. Kjo e ka nervozuar tej mase zonjën Vjosa Osmani dhe në atë rast zonja Vjosa Osmani e ka quajtur tradhtar zotin Kurti edhe i ka thonë të lutem qovë lëshoma zyren time se te nuk je njeri. E në këtë formë, domethënë atë më është ditë se kjo nuk është shumë larg, është para kandidaturës së zotit Glauko Njufca dhe ja ku i kemi punët sot. Me mbrëm në intervistën te Qenpeka e kemi pa zonjën Vjosa Osmani që vërtet është një egoiste e papërmirësuar, zonja e cila komplet në atë intervistë ka folën veten e parë se e shfaqsonte veten dhe gjithçka dëshironte të bëj fajtor për gjithçka Albin Kurtin. Dhe tani ky është vetëm fillimi. Ky është vetëm fillimi i një konflikti të madh që do të shpërfaqet. Do të shpërfaqet tmerrsisht keq në fushatën e cila besoj që shumë shpejt do të fillojë në Kosovë, sepse posa të vjen vendimi i gjykatës kushtetuese, ne presim që ai vendim ta çojë vendin në zgjedhje, sepse nuk ka asnjë mundësi tjetër për të vazhduar ky kuvend me që ka ardhur dekreti i presidentes, pastaj është konsumuar, po konsumohet 60 ditëshi që ka pas obligim të zgjedhet presidenti dhe në këtë rast kur konsumohet 60 ditëshi që nga ai moment veç nuk shkohet në mënyrë automatike në zgjedhje pa e shpërndar kuvendin fare edhe pa dekret presidencial. Kështu që unë pres zgjedhje edhe pres një fushat të ashpër tani mes të Kurtit edhe zonjës Vjosa Osmani. Vetëm presin se çka këta do të zbulojnë. Unë frigohem se zonja Vjosa Osmani do të tregoj edhe lidhjet e rrezikshme të cilat mund t'i ketë zoti Kurti, apo ato që dikur i lajmëronte zoti Ramush Haradinaj, ka mundësi që zonja Osmani t'ja shpërfaqe në publik edhe të tregoj nga dora parë se për çka dhe cila është arsyeja që zoti Kurti na qenë ka i rrezikshëm për Kosovën. Vetëm këtë mund ta zbuloj zonja Vjosa Osmani, kuptohet nëse nuk bjen tani në ndikimin e kërcënimeve të mëdha të cilat bëhen në rrjetet sociale zonjës Vjosa Osmani, edhe nuk bëhet diçka
që atë e frikson edhe e tërheq nga ajo që pritet në skenën politike kosovare brenda një periudhe shumë të shkurtër kohore. Profesor, në fakt ka pasur një reagim të Richard Grenell, një prej personazheve mjaft të njohur në Shqipëri dhe në Kosovë, një njeri i besuar i Donald Trumpit, ku në një reagim të fundit pasi Vjosa Osmani shpalli zgjedhje në Kosovë, ai bëri një postim duke deklaruar që tashmë është koha për Hashim Thaçin. Ato duket sikur është një skenar i përgatitur, ndoshta jo nga Vjosa Osmani, po thjesht Vjosa Osmani është ekzekutori i këtij skenari dhe është një skenar i gatuar, po themi diku përtej oqeanit, në mënyrë që të shkohet në zgjedhje pasi t'jepet vendimi i gjykatës së Hagës dhe që pjesë e këtyre zgjedhjeve të jetë dhe Hashim Thaçi. Pra, e shikoni të mundur si opsion? Parë dhe nga të gjithë lëvizjet që janë bërë deri tani. Unë frikohem se mund t'jenë konspiracione këtu, edhe pse Grenell është njeri i rëndësishëm, edhe është mik i ngushtë i zotit Thaçi, edhe takimet e fundit të zonjës Vjosa Osmani, Edi Rama, pastaj me Mark Rubion, zonjës Vjosa Osmani, tek dëshmitë të cilat i kanë dhënë personalitetet shquara nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, del se zoti Thaçi, por edhe të tjerët të cilët mund të lirohen shumë shpejt. Problemi vetëm është që procedurat e gjykatës speciale mund të jenë të tilla që mund të na çojë gjykata deri në vendimin përfundimtar, të kaloj edhe qershori, apo të jenë dikun korrekt me mundësi të vazhdimit edhe për 60 ditë, 90 plus 60, na çojë dikun te gushti, marrja vendimeve, e atëherë na kalon edhe afati ligjor 6 mujor që Kosova patjetër do t'i mbaj zgjedhjen çdo rrethon. Edhe pastaj edhe nëse vjen vendimi lirues për që unë besoj edhe shpresoj që do të jetë vendim lirues, pastaj kemi ankimin në apel, zgjat vendimi i apelit, zgjat një vete më tepër. Krejt këtu disi e pamundsojnë që në këtë cikël zgjedhor, s'paku në ciklin zgjedhor që mund ta pres Kosovën deri në qershor të këtij viti, është bukur problematike. Përveç nëse nuk do të kandidohej, nëse do të kandidohej Thaçi tani. Edhe me ligj m'duket, me qenë se ende nuk ka vendim përfundimtar, mund të bëhet një kandidim i tillë nëse ekziston gatishmëria, apo nëse vërtet ekziston ajo që ju e thatë, mes Grenellit edhe besoj këtu kur Grenelli është edhe Trumpi, Vjosa Osmani nëse është futur në këtë lojë, apo jo në këtë lojë, po në këtë skenar, atëherë ka shumë mundësi. Edhe humbja edhe urrejtja kaq e madhe, edhe kjo hakmarrje kaq e paskrupull e zotit Kurti ndaj Vjosa Osmanit ka mundësi të ketë diçka të tillë. Po na duket neve konspirative, por unë mendoj se Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kur duan, edhe mund ta bëjnë edhe këtë. Unë mendoj që i vetmi Hashim Thaçi për momentin është personi më adekuat i cili mund ta rrëzojë nga pushteti zotin Kurti, i cili vërtet e ka tepruar me mosdije edhe me këtë veprim që unë nuk po guxoj, se me qenë se nuk i takoj fushës së sigurisë, por dyshimet tani kanë filluar në masë në Kosovë që ky njeri nuk është duke punuar për interesat e Kosovës, as për interesat e Amerikës, as të Bashkimit Evropian, por po punon për interesa krejt tjera, të cilat urojnë të mos jenë të tilla, por dyshimet e shqiptarëve Kosovës tani më janë shumë evidente.
Profesor, faleminderit shumë për intervistën, ishte kënaqësi si për herë. Faleminderit edhe për jush, kënaqësia ishte imja.